Jemi në studio, tashmë do të flasim për një temë që ka interes të madh, duhet thënë. Kam përshtypjen që të gjithë jemi njohur me her pas here, ose jo të gjithë kemi interes të dimë se si është niveli i shtimit të popullsisë apo të fertilitetit. Megjithatë, ka një lloj ndikimi botëror në uljen e lindshmërive. Sigurisht që faktorët janë të ndryshëm, që nga ekonomik etj, por stili ynë i jetesës dhe vështirësia për të sjellë në jetë një fëmijë, me sa duket sipas mjekëve dhe nutricionistëve, ka edhe disa baza të tjera shumë të rëndësishme, të cilat shpesh nuk i njohim dhe shpesh i neglizhojmë, siç është regjimi ynë ushqimor dhe stili ynë i jetesës. Ndaj me mjekën dhe nutricionisten Hana Ahmeti jam në studio sot për të dhënë ca informacione nga ato që ti di t'i japësh në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirëmëngjes, edhe është kënaqësi gjithmonë të të kem përballë. Mirëmëngjes, kënaqësia është e gjitha ime. Faleminderit Hana, faleminderit shumë. Para se të hym konkretisht në atë që ke menduar të ndash me ne sot, a ndodh të ketë pacient apo njerëz apo koleg, miq, mikesha që të bëjnë pyetje të kësaj natyre? Pra ne si popullat kemi kulturën të kuptojmë se shëndeti ka një lidhje të drejtë për drejtë me atë që ne konsumojmë, duke e çuar idenë deri këtu, se e di që ndoshta zani për shembull i kushtojmë rëndësi. Po e dim që ka filluar ai 9 mujorshi dhe i kushtojmë rëndësi për baby në fakt, dhe shumë pak për vete. Përpara se të arrim te kjo faza, bëhen konsulta të kësaj natyre, pra çfarë duhet të ha për të qenë më i shëndetshëm? Ka filluar të sensibilizohen. Okej. Domethënë kjo është shenja e parë pozitive. Po, është shenja e parë pozitive, po mua më vjen shumë keq që kjo shenjë pozitive vjen mbasi ka degraduar, ndoshta nuk është fjala tamam e duhur, po mbasi ka degraduar dhe në farmacia situata dhe ku të gjejmë shpëtime dhe ku të shkojmë edhe të përplasemi në mënyrë figurative patjetër për të gjetur një zgjidhje. Dhe duke u informuar, duke kërkuar në internet, sepse çdo njeri e bën atë kërkimin e vet në internet, është Dr. Google i themi, përpiqen që të marrin disa informacione dhe patjetër që ka filluar ai sensibilizimi në lidhje me mënyrën e të ushqyerit, me stilin e jetesës dhe jo vetëm që pyesin në lidhje me pjesën e fertilitetit, ç'është mund ta përmirësoj, ç'është mund të përmirësoj cilësinë e vezëve, ç'është mund të kem një shtatzani sa më të mirë, sa më të mbar, ç'është mund të kujdesem për bebin gjatë jetës intrauterine që është tek barku i nënës, por gjithashtu kam vënë re që ka filluar dhe një lloj sensibiliteti kur gratë duan të mbeten shtatzan, domethënë atë periudhën paraprake që qysh mund ta përgatisun trupin tim që të jem sa më e shëndetshme dhe ta mirëpres një shtatzani në mënyrë më të mirë, më të duhur. Shumë mirë. Kjo është një lajm i mirë, duhet thënë, pra nuk duhet mos të ham për dy, siç kanë qenë dikur teorit dhe për fat prej punës së palodhur të mjekëve, të këshilluesve, të nutricionistëve, kemi kuptuar që kjo teori nuk funksionon më. Cila është lidhja që ka fertiliteti drejt për së drejti me ushqimin? Dhe këtu kam përshtypjen që ka dhe një dallim femra meshkuj, apo jo? Patjetër që po, sepse domethënë teknikisht janë dy qenie njerëzore dhe patjetër që ndikon në mënyra të ndryshme, si thua, në spektre të ndryshme të shëndetit, sepse sistemet riprodhuese patjetër që kanë diferencat e tyre, por që në fund të ditës faktorët e jashtëm, sepse për thënë të vërtetën, për hir të vërtetës, faktorët janë më tepër të jashtëm se sa biologjik, janë njësoj, ndikojnë njësoj. Më vjen shumë keq kur them vazhdimisht, sepse përmendim obeziteti, diabeti, hipertensioni dhe janë sëmundje moderne, themi, ose të lidhura me stilin e jetesës. Dhe mua më vjen shumë keq që kjo lista vjen dhe thjesht zgjatet, zgjerohet, bëhet gjithmonë dhe më e madhe dhe infertiliteti patjetër që është pjesë e kësaj liste. Statistikisht është rritur me 15 deri në 20% grada e infertilitetit, më falni, në botë, dhe faktorët nuk janë vetëm biologjik, ashtu sikurse e thash, por që janë edhe faktorët e jashtëm. Duke filluar që nga pesha, stili i jetesës, niveli i stresit etj. Për t'i kapur specifikisht shkurtimisht secilën. Tek femrat që ndikon pesha, mbi pesha dhe nën pesha. Patjetër që të dyja ndikojnë
në mënyrat e tyre, por që ndikojnë njësoj në shëndetin riprodhues. Mbipesha ndikon në sistemin hormonal. Në një grua e cila është mbipesh ose obez, rritet niveli i estrogenit dhe kjo ndikon në pengimin e ovulacionit. Pra, ajo veza që duhet të shkëputet nga struktura e vezoreve dhe të vazhdoj pastaj rrugtimin e saj për të fertilizuar, nuk kryet ky proces. Dhe po su kryet ky proces, praktikisht nuk do dhe fertilizimi. Kjo është faktori se qysh ndikon pjesa e mbipeshës. Patjetër ndikon edhe në hapësirat të tjera, në çrregullimet të tjera, jo vetëm tek estrogeni, edhe në disbalancat të tjera hormonale, ndikon tek shëndeti i tiroides gjithashtu, dhe secili nga këta faktor, secili pak më shumë, por që jep atë kontributin e vet në infertilitet. Qysh ndikon nënpesha? Nënpesha ndikon sepse patjetër një individ që është nënpesh nuk ushqehet në mënyrën e duhur dhe sistemi i organizmit ton ka nevojë që të mirë ushqehet për të mirë funksionuar. Dhe kjo ndikon në prishjen ose çrregullimin e sistemit e ciklit menstrual dhe patjetër që ndikon edhe në fertilitet dhe në mbetjen shtatzan dhe në konceptimin e një shtatzanie. E kuptoj. Faktori tjetër te gratë, jemi duke folur për gjinien femërore, është ajo që quhet sindroma e ovarit policistik, e cila është bërë shumë e përhapur dhe unë këtë e vërej jo vetëm në statistikat, të cilat i lexojmë se që janë statistikat në Shqipëri, në botë e tjerë, por që edhe pacientët të cilat drejtohen tek unë është shtuar numri janë të informuar. Janë me PCOS ose me ovarin policistik. Kjo ndikon sepse një grua e cila e ka sindromën e ovarit policistik, jo vetëm që i pengohet, ka një çrregullim pra të sistemit hormonal dhe kjo bën që të pengohet procesi i ovulacionit, por që gjithashtu ka dhe një nivel shumë të rritur të inflamacionit në organizëm dhe patjetër që kjo ka një dorë dhe një peshë shumë të madhe tek pjesa e fertilitetit, duke e penguar atë dhe e bën deri në një farmase të pamundur konceptimin e një shtatzanie. Dhe patjetër që kur është i vështirë konceptimi i një shtatzanie, për të mos folur pastaj që edhe nëse ndodh, patjetër që s'do të jetë e shëndetshme, do të ketë faktorët e rrezikut. Një tjetër faktor është stresi. Stresi është një faktor i jashtëzakonshëm, të qenit dhe të jetuarit në stres kronik ka një peshë të jashtëzakonshme, janë dy struktura të vogla mbi veshkoret. Gjendrat mbi veshkore prodhojnë kortizolin, që është hormoni i stresit. Duke qenë i lartë gjatë gjithë kohës hormoni i stresit, kortizoli, e bën shumë të vështirë gati të pamundur konceptimin e një shtatzanie, sepse vjen bashkë me prishje të sistemit hormonal, çrregullim të sistemit hormonal, stres të jashtëzakonshëm së brendshmi, do me thënë, stresi kronik vjen së jashtëmi normalisht, jeta, ngarkesa e tjerë, por që edhe organizmi ndërkohë i bashkangjitet me stresin e tij të brendshëm. Dhe këto të dyja komponentët bëhen së bashku duke e bërë të pamundur ose shumë të vështirë konceptimin e një shtatzanie. Dhe patjetër kequshqyerja. Rritja e ushqimeve, e konsumimit të ushqimeve me kalori boshe ose pa vlera dhe pa vitaminat e duhura, më falni, patjetër që e bën shumë të vështirë. Marrja e sheqerit, rrit inflamacioni në mënyrë të jashtëzakonshme, prish të gjithë ekuilibrat në organizëm duke filluar që në sistemin hormonal, duke konsumuar kalori boshe, patjetër që organizmi shoqërohet dhe me deficiencë të vlerave, të mineraleve, të vitaminave, të proteinave, të yndyrnave, pa të cilat organizmi nuk funksionon dot. E kuptoj. Dhe kjo është një ndër ato arsye të cilat unë do t'i mëshoja sa më shumë që është shumë e rëndësishme të hiqet dorë nga kaloritë boshe. Gjithashtu, faktorët e jashtëm, nga faktorët e jashtëm në studimet më të fundit që janë bërë është ekspozimi ndaj kimikateve, ndaj metaleve të rënda, ndaj toksinave, ndaj ajrit të ndotur, ndaj rrezatimit elektronik flas. Të gjitha këto gjithashtu kanë një peshë shumë të madhe në infertilitet kur bëhet fjalë tek gratë. Tek gjinia mashkullore. Tek gjinia mashkullore janë disa faktorë. Patjetër që janë faktorët e jashtëm të tipit toksina, të kequshqyerja,
gjithashtu ekspozimin ndaj rrezatimit, e cili drejt për së drejt indikon tek çrregullimi i ADN-s tek spermatozoidët, duke i bërë ata shumë të dobët për të kryer një fertilitet, një fertilizim të shëndetshëm. Një nga faktorët tek meshkujt, të cilën dua ta theksoj, është varikocela. Varikocela është një çrregullim i enëve ose i rrjetit të venave në strukturën e skrotumit, duke e bërë të vështirë fertilitetin ose të pamundur fertilitetin, duke e bërë pra një mashkull infertil. Por edhe në rast se kemi të bëjmë, sepse zakonisht kemi të bëjmë tek pacientët me një varikocel të diagnostikuar por të patrajtuar ose të pa diagnostikuar fare, sepse shpesh herë mbetet pa vëmendje, prandaj gjej një hapësirë të vogël që të bëhen, domethënë të bëhen sa më shumë konsulta rutinë me mjekët, me qëllim që në qoftë se është prezente, përse jo të kapet në kohën e duhur, të trajtohet në kohën e duhur. Çfarë ndodh? Pra një varikocele, siç tham, diagnostikuar, pa trajtuar ose pa diagnostikuar fare, ndikon jo vetëm tek fertiliteti i gjinisë mashkullore, pra i mashkullit, por gjithashtu ndikon edhe në diçka tjetër e cila përmendet shumë rrallë, tek aborti. Në qoftë se arrihet që të jetë, të konceptohet dhe të ndodhe një shtatzani, në 3 mujorin e parë të një shtatzanie, në 3 trimestrin e parë, në rast se ndodh një abort, atëherë fatkeqësisht duhet të jetë tek mashkulli, sepse mund kemi të bëjmë me një prani të një varikocele të patrajtuar ose të diagnostikuar fare. Pra ky është një faktor dhe duhet kushtuar vëmendja e duhur. Që ne e dim pak, e njohim pak, flasim pak, por mos me thënë as pak. As pak, por që mos themi as pak, se nuk të jemi kaq të papërgjegjshëm. Okej, por që përgjithsisht kur ndodhin situata të kësaj natyre, gjithmonë monitorohet nëna, pra çfarë ka që nuk shkon me shëndetin e saj dhe pse mundohen të gjenden faktorët e një aborti që ndodh në këtë 3 mujorin e parë. Shpesh të pashpjeguar. Shpesh të pashpjeguar, apo ky është një fakt për shembull që duhet të kushtuar rëndësia e duhur. Tek gratë gjithashtu një arsye tjetër, infertiliteti, që e dobëson ose e pengon gruan që ta konceptojë një shtatzani, është akumulimi i masave dhjamore në organet e brendshme dhe në zonën e barkut. Ndikon në mënyrë negative të jashtëzakonshme, e bën jo të pamundur, por që e vështirëson jashtëzakonisht shumë. Tani, këto janë ato kush janë shkaktarët. I prekëm pak të gjithë, tani të shikojmë se kush janë mënyrat se si mund t'i kontrollojmë. Patjetër, gjithmonë duke patur parasysh mënyrën e jetesës edhe ushqimin, besoj në këtë rast? Patjetër që po. Hajde, se kjo është pjesa më kurioze. Atëherë, e para, po prek pak ato që janë më të shkurtra për të arritur dhe për të dhënë një informacion më të zgjeruar në fund. Rregullimi i ciklit gjumit është jashtëzakonshëm, sepse një cikël i mirë gjumi ndikon në mënyrë, ka një impakt të jashtëzakonshëm në rregullimin e sistemit dhe ekuilibrin e sistemit hormonal, që patjetër është drejt për së drejti i lidhur me pjesën e fertilitetit, si tek femrat ashtu dhe tek meshkujt. Aktiviteti fizik, të bërit e një jete sedentare ka një impakt shumë negativ në pjesën e fertilitetit, sepse janë të lidhura zinxhir, ndikon tek shëndeti, pastaj rritet inflamacioni, pastaj rritet pesha, pastaj rritet stresi që përjeton organizmi dhe të gjitha zinxhir dhe përkthehet pastaj në një problematik apo në një problematik tjetër. Dhe një ndër këto problematika është pikërisht ajo që ne kemi temën e sotme, është infertiliteti. Pra ndikon, edhe përkthehet dhe pasqyrohet aty. Gjëja tjetër është mosmbajtja në kontroll e një peshe, si të ushqehemi ose të mbi ushqehemi, pra është njëri ekstrem, ose të nën ushqehemi dhe ta çojmë organizmin në një deficiencë ose në një malnutrition, pra në një keq ushqyerje, janë dy ekstreme të cilat impaktin e kanë po njësoj kur bëhet fjalë për pjesën e fertilitetit, ashtu sikur se e tham edhe më sipër. Dhe për sa i përket ushqyerjes, tek femrat në qoftë të gjitha ato gra të cilat dëshirojnë të bëhen nëna, unë i këshilloj që të fokusohen në disa element. Për shembull, kombinimi i ushqimeve, i frutave, perimeve të cilat kanë acid folik me vitamin C. Cilat janë këto? Për shembull, mund të kombinohet lakra, brokoli, lule lakra me lëng portokalle ose të një limoni dhe acidi folik që përmbajnë
këto krucifere, këto perime krucifere, kur kombinohen me një acid që e kemi për shembull tek agrumet, që mund të jetë tek portokallia ose tek limoni me vitaminën C që ato e kanë brenda, përthithshmëria e acidit folik të këtyre perimeve rritet në gradën maksimale dhe organizmi përfiton maksimumin e acidit folik. Po pse është i rëndësishëm acidi folik? Është i rëndësishëm për arsye se jo vetëm që luan një rol të jashtëzakonshëm në mirëmbajtjen e sistemit riprodhues tek femra, e bën më të lehtë pjesën e ovulacionit, pra e bën të mundur, le të themi, një ovulacion, një proces ovulimi të shëndetshëm, e bën të mundur konceptimin e një shtatzanie, por edhe kur shtatzania ndodh, e bën, domethënë, e bën të mundur që të jetë një shtatzanie mbar, e shëndetshme, gjithashtu për bebin, sepse kjo është ajo kryesorja, ashtu si e the edhe ti pak më herët, që nëna kujdeset që të jetë shëndeti i bebit të jetë maksimal, është i rëndësishëm për zhvillimin e shëndetit të sistemit nervor, të sistemit nervor. Acidin folik, që përgjithsisht mjekët ginekologë rekomandojnë që përpara fillimit të konceptimit të një shtatzanie, disa javë përpara, le të themi, për të filluar ato efekte veta, mund të merren edhe nëpërmjet ushqyerjes, dhe nëse jemi të kujdesshëm me dietën, gjithmonë më pak marrim medikamente apo suplemente shtesë gjatë fazës paraprpërgatitore, po i quaj kështu. Unë jam shumë dakord me marrjen e suplementeve, në mënyrë absolute, jam shumë dakord. Por, përse duhet të filloj 2-3 javë përpara, kur mund të filloj 2-3 vjet përpara. 2-3 vjet më përpara që të pasurohet e gjithë jeta ushqimore. Gjithmonë me mirë ushqyerje, po. Patjetër me mirë ushqyerje dhe të mbahet në nivelet e dukura. Ideja e kësaj është se edhe një herë dua të them që jam dakord me suplementet edhe të gjitha këto, por ideja është që tek pjesa e suplementeve janë të krijuara por në mënyrë sintetike. Dhe organizmi nuk i përthith në masën e duhur. Ndërsa ato që vijnë nga burime natyrale, organizmi i përthith në masën 70, 80, 90%, ne për këtë interesohemi. Kështu që mos ta fillojmë 2-3 javë përpara, por që 2-3 vjet përpara, ose pse mos të jetë një stil jetese, të jetë diçka konstante, le të themi. Një tjetër është vitamina D dhe magneziumi, gjithashtu ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Vitaminën D e marrim patjetër nga rrezatimi diellor, nga peshqit të cilët janë me nivel të lartë të yndyrës, ku mund të përmendim këtu salmonin, dhe gështenjat gjithashtu janë një burim shumë i mirë. Magneziumin e marrim ashtu sikur se kemi thënë një burim, një thesar kur vjen puna tek magneziumi janë bajamet, janë jashtëzakonisht të mira. Të dy këta komponent gjithashtu luajnë një rol të jashtëzakonshëm edhe në shëndetin e përgjithshëm të trupit të gruas, por edhe në sistemin hormonal të saj. Për sa i përket vitaminës C, vitamina C është shumë e rëndësishme sepse ka efekt antioksidativ duke luftuar të gjithë stresin oksidativ që mund vinë nga faktorët e jashtëm që ne i përmendëm, jemi të ekspozuar nga toksinat, metalet e rënda dhe jo vetëm e mbron organizmi, sistemi riprodhues nga stresi oksidativ dhe nga dëmtimet që mund të ndodhin nga stresi oksidativ, por gjithashtu ka një rol të jashtëzakonshëm në detoksifikim, që këto akumulime toksinash, metalesh të rënda të nxjerrin nga organizmi dhe ta pastroj. Jo, doja të thoja që kemi diku te 2 minuta kohë dhe më thuaj gjërat më të rëndësishme që ndoshta kanë mbetur ende pa thënë. Ne folëm për shkaktarët që i sjell dhe tek femrat dhe tek meshkujt, folëm se çfarë duhet të konsumojnë femrat. Tani të them 2 gjëra të shkurtra për pjesën e meshkujve. Duhet që të fokusohen tek minerale të tilla si seleniumi, që janë tek arrat e Brazilit, tek zinku, të cilat janë tek farat e kungullit, dhe tek bajamet, sepse magneziumi, seleniumi dhe zinku luajnë një rol të jashtëzakonshëm edhe në cilësinë e spermatozoidëve, por edhe në lëvizshmërinë ose në modalitetin e tyre. Pra i bën ata, e përmirëson në lëvizshmërinë, le të themi. Dhe gjithashtu një këshill për të dyja gjinit, edhe për femrat edhe për meshkujt, është që të kenë një dietë jashtëzakonisht të pasur me proteina dhe me yndyrna të shëndetshme, me omega 3 për shembull, është jashtëzakonshme, ka vlerë të jashtëzakonshme. Yndyrnat e shëndetshme i gjejmë tek arrat në këtë rast, që jemi duke folur, dhe tek vaji i ullirit, tek avokadoja, tek peshqit të cilët kanë një nivel të lartë yndyre, sikurse e tham, është salmoni, sepse luan një rol të jashtëzakonshëm edhe në rritjen e numrit të vezëve, por edhe në përmirësimin e cilësisë
se atyre ekzistente. Pra sa më larg karbohidrateve, sa më larg sheqernave dhe praktikisht këshilloj që të ndiqet një dietë me nuancat e asaj dietës që besoj njihet është karnivore. Pra të fokusohen tek ky spektër ushqimesh, tek mishi, tek gjalpi, tek yndyrnat e shëndetshme, tek proteinat me kualitet të mirë dhe patjetër nëse ndiqen këto por jo 2-3 javë përpara, po të jetë një stil jetese, patjetër që nuk do ketë probleme me fertilitetin. Dhe ky ishte një lajm i mirë. Patjetër. Hana, faleminderit shumë. Faleminderit për kohën që na kushton dhe gjithçka ndan me ne dhe me publikun e Villa 24. Uroj ditë të mbar në vazhdim. Kënaqësi. Dhe kështu kemi përfunduar Villa 24 edhe për sot, duke ju falendëruar ju që keni qëndruar me ne. Ju uroj një ditë sa më të këndshme. Ritakohemi në News 24 përsëri së bashku.